Për herë të parë në Tezgja u ul kur ishte vetëm 12 vjeçe. Mendimin e nënës së saj realizoi punët e para, që nga ajo kohë ka kaluar afro gjysmë shekulli, dhe punës në Tezgja, Natasha Biçaku nuk I është ndarë asnjë moment. Kam 48 vjetë që punoj në Tezgja. Më ka mësuar mami im që 12 vjetë që më ka punë në Tezgja. Edhe, hajde këtu sa të mësoj dhe ty unë. Edhe mësoja, I ndihmoja, I pjanoj fije, fusja në fije. Pak nga pak, se edhe unë fëmijë isha, nuk isha në specialiste. Po e shikoja, do me thënë, kisha të prioritetin që të dija ku është ngjyra, ku duhet fute kuqja, ku duhet fute zeza. Gjithë procesi thotë se është I vështirë, pasi kërkon shumë vëmendje dhe përkushtim. Një qilim I thjesht do gati 1 muaj që të përfundojë. Punimet me motive të traditës së kavajës dhe kukësit thotë se janë ndër më të vështirat. Në të gjithë punën e saj, Natasha përpiqet që t'i qëndrojë besnike modeleve tradicionale. Shumë punë e vështirë është. Jo se po them me fjalë, por me vepër. Sepse do t'i kapësh fjet një për një me dorë. Nuk është I punon makineria, rak punon makineria, po punojnë gishtat e duarve, edhe këmbët, menja, shpatullat. Është gjithë trupin në lëvizje. Po tash po të punosh 8 orë, mos lëvizësh do 1 muaj, do me varet edhe nga dimensioni, edhe nga modeli, se modeli kuksi ishte shumë I vështirë. Ja, unë kam një çantë që e kam bërë që në atë kohë, është shumë I vështirë. Edhe pse ishte I vështirë, unë e doja I çantë kuksin, pëlqente modeli kuksit shumë. Po, shumë të vështira janë to. Unë tip kavaje nuk kam punu, ne punojmë tip korçe dhe tip kuksi. Kuksi punojmë ne. Po kavaje nuk kam punu dhe nuk e di edhe si gjadet, po shumë të vështira janë, shumë të vështira, se janë fije. Të numërosh në 2 metra janë 50 fije, 60 fije. Me I hep për një herë. Ndryshe nga e kaluara, kur të rinjt shfaqin interes për traditën, kohët e sotme duket se refuzojnë të trashëgojnë zanatet e vjetra. Dëshirojnë që të zjahun t'u ja trashëgojnë mbesave. Në treg ka kërkesa për punimet artizanale. Turistët janë ata që I dëshirojnë më tepër, pasi çmimet nuk janë të lirë. Tash të rritë qef kanë, kur I shohin I duket e bukur, po për ty në Tezgja s'ma hamenja se hynë një ri sot, ose të kemi në ndonjë të ri që ta mësojmë. I duket si diçka I duket si diçka e parritshme. Thonë, te ne nuk e mësojmë dot. Te punë ne nuk e bëjmë dot. Edhe për një herë, kur thosh nuk e bëj, me një herë demoralizohesh edhe vështirë është pak tregu, me thënë drejtën, se edhe janë pak të shtrejta sepse janë të kushtueshme. Kushtojnë edhe prandaj janë pak të shtrejta. Po ai që di vlerën e blen pa 1 pa 2. Ai që se di e shet edhe. Ata që jetojnë jashtë. Se qytetarët vendas edhe nuk janë ruhet, po. Nuk heqim neve asnjë gjë nga ajo që ka qenë, ose mund të shtosh. Sepse modelistët ishin të shkolluara atëherë, edhe I bëshin, s'lishin asnjë vend bosh që ti të vesh, ose të heqësh diçka në model. Për të ruajtur traditën, Natasha ka hapur edhe një punishte në Elbasan me ndihmën e një fondacioni, në të cilin janë të punësuar edhe zonja të tjera të qytetit, të cilat vijojnë të ruajnë traditën e punës në Tezgja.